A është e lejuar ta heqësh mjekrën për të punuar si ushtar apo polic? Njëherë duhet të shqyrtohet pyetja e lejim, domethënë çështja a lejohet të punohet si ushtar ose polic. Duhet ta dim se nëse është në vend ku gjykohet me ligjin e Allahut, atëherë lejohet që të luftohet dhe të punohet për mbrojtjen dhe për zbatimin e ligjit të Allahut. Kjo nuk ka dyshim. Dhe nëse është vendi që punon me ligjin e Allahut, nuk duhet të kërkoj ushtarëve dhe policëve të bëjnë diçka që është në kundërshtim me urdhrat e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse në këtë vend kërkohet që të bësh diçka që ta ka ndaluar Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk lejohet. Do të thonë, nëse është një punë që është halal ose mund të jetë punë e mirë, por për të hyrë aty, do të thonë duhet të bësh një haram. Atëherë nuk lejohet të hysh në atë punë. Do të thonë nëse është kështu. Kurse në rastin tjetër, nëse është në vendet ku gjykohet me ligje të padrejtësisë, me ligjet e mosbesimtarëve, edhe shpesh herë me ato ligje, realisht, do të thonë ajo që e shohim, nuk janë akuza të kota ose mendime, do të thonë të pabazuara, por ajo që e shohim me këto ligje u bëhet padrejtësi muslimanëve. Do të thonë me këto ligje pengohet mbulesa, pengohet mjekra, do të thonë sikur që është në pyetje, edhe pengohen shumë prej çështjeve që muslimani ka obligim ose detyrohet që të bjerën haram, atëherë nuk lejohet aty, do të thonë të jetë muslimani polic ose ushtar. Do të thonë se ai polic do të urdhrohet për shemb, pra dua ta thjeshtësoj vetëm, se çështja është e thellë dhe e rëndësishme, mirëpo nëse je polic dhe detyrohesh që të shkosh t'ja heqësh mbulesën për shembull një muslimane ose ta largosh, do të thonë prej ndonjë vendi që ka nevojë të shkojë, ose tjera, do të thonë padrejtësia që shihet, do të thonë në përditshmëri për njerëz e kapur për fe, duhet këto padrejtësi, si thash, janë më të thjeshta, më të dukshme, duhet t'i zbatoj muslimani, qoftë edhe me mjekër. Pra ajo është çështje më e vogël kështu në këtë rast. Por, siç tham, edhe në të dy aspekte në këtë pyetje, do të thonë e kuptojmë se nuk lejohet. Nuk lejohet të punohet për zbatimin dhe për mbrojtjen e ligjeve të padrejtësisë dhe nuk lejohet heqja e mjekrës, është haram. Prandaj nuk lejohet edhe nëse është për ndonjë punë që mund ta mendojë njeriu se është e mirë.